Hamd falënderimet tona I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, rahmet, bereqet dhe shtim të udhëzimit kërkojmë. Përshëndetjet tona Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dedikojmë familjes së Tij të nderuar, shokëve të Tij të respektuar dhe gjithë besimtarëve muslimane që ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, njëra prej dukurive negative, e cila përsëritet çdo vit, njëra prej manifestimeve me të cilat nuk është I kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala, e në natyrshmëria është se Allahu kur festoj njerëzit kënaqet. E në ligjet e shariatit kemi festa me të cilat duhet të kënaqemi dhe përkundrazi duhet ta madhështojmë atë festë. Por ajo fest që ka ndërlidhje me simbolet e Allahut, sikurse që është Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami dhe dita e Xuma. Por ja që ka prej festave dhe manifestimeve të cilat e kundërshtojnë ligjin e Allahut, të cilat e kundërshtojnë natyrshmërinë njerëzore, të cilat I bëjnë dëm shoqërisë. E prej këtyre manifestimeve të nderuar vëllezër, është edhe një datë në fillimin e këtij muajit prill, që është 1 prilli apo dita e gënjeshtrave. Të nderuar vëllezër, kur flasim për dukuritë negative, është mirë që të argumentohemi pse nuk janë të mira. Dhe kur flasim për gjëra pozitive, duhet të argumentohemi pse janë të mira. Andaj, zanafilla e datës 1 prilli apo dita e gënjeshtrave buron në Francë, ku mbreti I asaj kohe Charli, të nderuar vëllezër, kishte vendosur një kalendar të vitit të ri, pra 21 mars deri me 1 prill. Dhe ata me 21 mars e festonin vitin e ri. Përfundimi I këtij vitit ishte 1 prilli. Derisa erdhi një periudhë kur viti I ri u zhvendos në datën 1 janar, sikurse që është edhe tash. Dhe mbeti 1 prilli. Një pjesë e njerëzve nuk e pranuan 1 janarin të jetë viti I ri. Dhe u bën fanatik dhe mbeten me datën 1 prill për ta festuar atë. Kjo sipas një transmetimi. Një transmetim tjetër të nderuar vëllezër, thuhet se këtë datë 2 shtete në Evropë nuk e pranuan, kurse në vendet e tjera u shprenda, sidomos në Angli. Atë nuk e pranuan Gjermania dhe nuk e pranoi Spanja. Spanja nuk e pranoi këtë datë 1 prillin për shkak se ndeshi me një festë fetare të tyre. Dhe Gjermania nuk e pranoi, të nderuar vëllezër, këtë datë për arsye se ndeshi me ditëlindjen e njerit prej burgshtetasve gjerman që ishte Otto von Bismarcku. Por, gjejmë edhe në një verzion tjetër në librat e historisë, se Spanja e feston këtë datë, sepse mu pikërisht në këtë datë ata e quajnë mashtrimi I peshkut. A thua vallë pse quajnë mashtrimi I peshkut? Sepse kur muslimanët u debuan nga Andaluzia, që kishin sunduar mbi 800 vite, u thanë spanjollët dhe kryqtarët, shkoni në Bregdet se do t'jeni të lirë, largoni prej këtij vendi se do t'jeni të lirë. Dhe kur shkuan në Bregdet, atje I masakruan dhe I mbytën të gjithë muslimanët. Andaj pas kësaj e quajtën si datë mashtrimi I peshkut. Andaj e thua vallë për çka festojnë muslimanët në këtë ditë, për atë që gënjyen dhe masakruan muslimanët në një periudhë për I periudhave. Çka festojnë, a thua vallë? Festojnë njërin prej gjërave që urren Allahu azza wa jall më shumë të jetën e kësaj bote. Festojnë njërin prej dukurive më të mëdha negative që e ka shkatërruar këtë shoqëri. Festojnë gënjeshtrën. Andaj, sa prej çifteve janë shkatruar, sa prej familjeve janë prishur,
sa prej shokëve janë distancuar, rezultat gënjeshtra dhe rana. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jall e ka përmend gënjeshtrën në shumë prej ajeteve kuranore. Dhe e ka përmendur në kontekstin përbuzës dhe në kontekstin kërcënues për të treguar për vlerën e dobët dhe të ulë që e ka gënjeshtra. Andaj Allahu Azza wa Jall në surën Nahl në ajetin e 105 na thot kështu: Esta'idhu billah, bismillah. إنما يفتري على الله الكذب إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Me të vërtet, gënjeshtrën e shpikun dhe e flasin ata të cilët nuk besojnë në ajetet e Allahut Azza wa Jall. Dhe me të vërtetë ata janë gënjeshtarët e qartë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në njërin prej surave të Kuranit në surën Saf na thot: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dhe a ka zullum dhe padrejtësi më të madhe se sa ata që përgënjeshtrojnë dhe gënjejnë ndaj Allahut Azza wa Jall dhe të njëjtën kohë thirrën në Islam? Me të vërtetë Allahu nuk e udhëzon popullin zullumçar. Andaj të nderuar vëllezër, pra nga këto ajete kuranore e vrem se njëra prej cilësive më të këqija që i urren Allahu Azza wa Jall është edhe gënjeshtra. Për këtë arsye, gënjeshtrën nuk e proklamon përveç se njeriu që në zemrën e tij ka mëri, njeriu që zemra e tij është e mbushur me gjunahe, njeriu që në zemrën e tij nuk posedon përveç se një pjesë të dobët, një pjesë të ulët të imanit dhe të besimit në Allahun subhanahu wa taala. Andaj rruga e fjalës së vërtetë çon në xhenet dhe folja e fjalës së shtrembërt dhe gënjeshtrës çon në xhehenamin Allahut Azza wa Jall. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Me të vërtetë, fjala e vërtetë dhe sinqeriteti në fjalë dhe vepra çon tek mirësia. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Dhe me të vërtetë, mirësia të shpije në xhenetet e Allahut Azza wa Jall. Vazhdon njeriu me fol fjalë të mira dhe të sinqerta dhe të vërteta derisa të shkruhet tek Allahu Azza wa Jall si siddiq, njeri vërtetues, njeri sinqert. Dhe pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith duke thënë: wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Dhe rana dhe gënjeshtra çon në mëkate të mëdha, sepse bazamenti i gjunaheve është rana. Njeriu përmes ranës e mshef hajnin e tij, njeriu përmes gënjeshtrës e mshef zinan e tij, njeriu përmes gënjeshtrës i mshef zullumin që ja ka bë dikujt e kështu me radhë. Andaj gënjeshtra, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dërgon në gjunahe dhe në mëkate të mëdha. Sepse mbi bazën e gënjeshtrës, mbi bazën e mbulimit, njeriu vjedh, mbi bazën e mbulimit, njeriu ban zina, mbi bazën e mbulimit, njeriu merr rishfet dhe jap rishfet. Andaj gënjeshtra çon në mëkate të mëdha. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dhe kur njeriu ban gjunahe të mëdha, ato të shpihen në zjarrin e xhehenamit, Allahu na ruaj. Dhe thot pejgamberi sa vazhdon njeriu me rajtë me gënjy derisa yuktabu inda Allahi kadhaba, derisa të shkruhet tek Zoti dhe te melajket si njeri gënjeshtar dhe nuk i jeket më kjo nufk, derisa të pendohet para Allahut subhanahu wa taala. Andaj të nderuar vëllezër, fatkeqësisht kjo dukuri negative është përhap shumë, edhe në mesin e xhamatit, edhe në mesin e bashkëshortëve. Bashkëshorti e gënjen bashkëshortin sepse e tradhton. Bashkëshortja e gënjen bashkëshortin sepse e tradhton. Gjithashtu prindrit i gënjejnë fëmijët për gjëra të ndryshme, saqë Imam Ahmedi ka thënë, nëse djali tan i thu ka me të blej diçka pastaj nuk ja blen, kjo i bjen që
ke gëny dhe ke hyje në këtë dukuri që ka ndalu Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj të ndëruar vëllezër, sa prej shokëve janë duke gëny njëri tjetrin, e sa prej miqësive janë prishur, si rezultat i shtrëmbrimeve të fjalëve, i devijimeve të fjalëve dhe gënjeshtrave me atë që nuk përkon me realitetin. Andaj të ndëruar vëllezër, Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar gënjeshtrën mes njëri tjetrit, e ka ndaluar gënjeshtrën në tregti, ku njeriu duke gënyer e shet një mall më shumë se sa me vlerën që e ka për me ai mall. Ose për këtë arsye Allah Azza wa Jall i ka mallkuar gënjeshtarët, sidomos ata që gënjejnë dhe bojnë bejnë të tregje për t'u ashitur mallin të tjerëve me mashtrime. Andaj orasisht pejgamberi alayhis salam ka thënë vendet më të këqija janë tregjet, sepse aty betohet në emër të Zotit, aty gënjehet në emër të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej mashtrimeve më të këqija dhe më të mëdha që e kemi hasni është kur njeriu mashtron për ta ngrit vetveten e vet, thot unë kam kry hifzin e Kuranit përmendsh. Pra gënjen edhe me librin e Allahut Azza wa Jall. E kam kry hifzin e Kuranit, a kur të shikojsh ai as gjysën e Kuranit nuk e din përmendsh. Gjithashtu thot unë fali ibadet natën, a kur të shikojsh në realitet ai as sunetet nuk i falë lejma namazin e natës. Andaj prej gënjeshtrave më të këqija dhe më të mëdha që Zoti nuk e duron është gënjeshtra në emrin e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jall na ka treguar që çka i bën me gënjy në emër të Zotit. Me gënjy në emër të Zotit i bën me thonë kjo është halal e kjo është haram, e flet pa kurfar diturie. Thot Allahu Azza wa Jall në suratun Nahl, në ajetin e 116, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Dhe mos u aqet goja juve me fol ato fjalë dhe me thonë që kjo është halal e që kjo është haram, në mënyrë që të gënjeni për Allahun sepse keni fol pa dije. Pra njëna prej gënjeshtrave më të mëdha është me fol në emër të Allahut për dinin e Allahut subhanahu wa taala. Pra me jap fetva dhe mendime në Islam pa qenë të thirrur për me dhanë mendime. Allahu s'ka me të vetë nëse në ditën e gjykimit. Allahu s'ka me kërku prej teje pse ti nuk ja përgjigjen muslimanëve kjo halal dhe kjo haram. Allahu ka me na pyet ndoshta neve, të cilët i kemi kry do shkolla dhe e kemi marrë përgjithsinë e hoxhallakut, atëherë Allahu ka më na pyet dhe ne hym në hijen e ajetit kuranor në çfarë përgjigjemi, alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati wal huda, dhe ata të cilët e mshefin ata që na i kemi udhëzuar dhe u kemi mësuar atyre, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Këta i mallkon Allahu dhe i mallkojnë ata mallkuesit. Andaj për fetva, Allahu s'ka me të pyet. Allahu ka me të pyet a ke punu me ata që e ke mësu, por nuk të pyet pse ti nuk e dhon përgjigje për pyetjet që ti kanë bën njerëzve, sepse ti e ke largu këtë barr, e ke largu këtë përgjegjësi nga vetja jote, sepse ti nuk je orientu nga drejtimi i shkencës apo hoxhallakut ku flitet në emër të Allahut Azza wa Jall. Burra është gënjeshtra më e madhe për Allahun, sepse fetvaja kemi thënë është në nënshkrim në emër të Zotit. Kur dikush thotë kjo është halal dhe kjo haram, sikur para vetes e ke vendos një kontratë dhe ti e nënshkruan në emrin e Allahut Azza wa Jall. Me atë kontratë kimë don ditën e gjykimit. Matë veten. Andaj ora se është Allah Azza wa Jall ka thënë pra që nuk ban me rajt në emrin të Allahut, me thonë kjo është halal dhe kjo është haram. Andaj gënjeshtra të nderuar vëllezër është kulminacioni i mëkateve. Sepse për mesaj vazhdojnë edhe mëkatet e tjera. Për këtë arsye është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a është muslimani koprac? Ka thënë pejgamberi sallallahu mundet me qenë koprac. Është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a mundet besimtari me qenë frikacak? Mundet me qenë frikacak. A mundet besimtari me qenë gënjeshtar? Ka thënë pejgamberi sallallahu muslimani zban me qenë gënjeshtar.
Andaj muslimani mundet me i bë këtë çdo vepra, po gënjeshtar nuk bën me qenë, sepse është njëra prej gjërave më të urryera tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj të nderuar vëllezër, pejgamberi sa më transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, zemra ti s'ka urrej dikan më shumë se sa një gënjeshtar, që e ka pa që përmes gjuhës ti i rren dhe i gënjen njerëzit. Dhe ka thonë Aisha, i ka dal prej zemre pejgamberit alayhiselam dikush që ka qenë i vazhdueshëm gënjeshtra. Derisa e ka marrë vesh që është pendu. Kur është pendu, ju ka afru përsëri pejgamberi alayhiselam, dhe këtë hadith e ka nxjerrë Imam Ahmedi në musnedin e tij. Andaj shikoj, Muhamedi alayhiselam se ka urry dikë më shumë se sa gënjeshtarin që gjuha e tij është mësuar me gënjy ndaj njerëzve. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, nuk duhet ta mësojmë gjuhën tonë në gënjeshtra, sepse hidhron Allahun azza wa jall. Dhe pejgamberi sa më ka thonë, njeriu nuk ja vë veshën e fjale, e flet nga gjuha e tij, e 70 vite bjen për zjarr me xhehenamet, Allahu na ruaj. Andaj transmetohet, dhe me këtë përfundojmë, një djalë i ri ishte mësuar dhe ishte adoptuar që të gënjente vazhdimisht. Dhe gënjeshtra ishte bazamenti i të folurit të tij. Gënjeshtra ishte bazamenti i veprimtarisë së tij. Domethënë nuk i ka ecë dita atij sikur do njerëzve, si ecë dita pa rajt, apo kupton. Kështu që një ditë prej ditësh vozit shpejt, edhe has në polici. E zan policia vëdën mi dënu fuqishëm, sepse shpejtësia ishte shumë e madhe. Te i kalimi shpejtësisë në mënyrë marrëmendse, të çmendur. Dhe në fund fillon me çajt, sepse gënjeshtari kur adoptohet të nderuar vëllezër, ta nrëmenën, ta hub fiqiren, apo kupton. Kështu që fillon me çajt, fillon thot, nana jam është në spital, më duhet më shku se është në prag të vdekjes. Edhe polici që shahan forën, shpesh i hajnë këtu fore, do më thonë çka ban, i beson atina. Edhe shkon ky shpejtësi, ku shkon tek shtëpia, nuk e gjan nanën e vet. Edhe i thon familjarët, nana është në spital në gjendje shumë trauma. Dhe të nderuar vëllezër, pendohet dhe besatohet tek Allahu azza wa jall që kurrë në jetën e tij mos ka më gënjy, sepse ishte një lloj dënimi për gënjeshtrat që vazhdimisht ai djalë i bante. Andaj e lutim Allahun azza wa jall që Allah më na pastruaj gjuhën tona, ya rabbel alamin. E lutim Zotin që kur ta flasim vetëm të vërtetën, sepse me të do dalim para Allahut azza wa jall dhe do të na shpërblej, dhe se e vërteta çon në xhenetet e Zotit. Aqulu qawli hadha wa sami'tu astaghfirullah li wa lakum.